Kjo histori e prek secilit nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Se ardhët të gjithë ju që më dëgjoni përmes radios në këtë momente në Drive Me Crazy edicionin e ditës së martë të datës 18 mars 2025 me mua Fiona dhe Cimin keni me qenë si çdo ditë tjetër për 2 orë të plota, 1 orë me Koavizionin dhe 2 orë me Glam Radion. Është kjo frekuenca 88.6 dhe 102 FM. E bëjnisim sot një tjetër ditë dimërore me minus 2, 3, 4. Sa ka vesh ku pas dite? Me po diellin domethënë ti thu dal me shkurta. Dhe nisesh sigurisht që çto po me dal jashtë nuk është fort mirë me kanë shkurta. Pak nerv. Pak e ke hangër forën, a? Po jam forën, domethënë çosh e shet diellin thu ko ka 20 gradë. A mos e përmendsim që kam e qenë ftoft këto ditë. Pa njëri po mashtrohet për shet diellin, domethënë s'pi beson as vetës, a din. Ej, se kam e pas. Se kum sitas dorën jashtë këtu me provova. Të provova. Ja, hecë kum provova. Kam e pas ngritje temperaturave prap, po kanë këto ditë kështu pak ma kritike, ma të ftofta, sidomos mëngjeset edhe nota po është më ftoft, se dita apet po përballohet diçysh. A mo e ka të mirën domethënë, edhe ftofti merren me pozitivitet këtë Dis pravera po ndimën jena. I thuni po vjen nxet, a din se u pa tek Fiona do ditë nxet si vike këtu nxet. Tash po mbylli dritaren, ai po mbyll dritaren, po pas ka lënë pa dritaren. Nëse ju që jeni në komunikacion nga ky moment ju presim me na shkruajmë, me na dërgoj informata rreth komunikacionit, me na tregu se ku janë ato pjesët më të ngarkuara nëse ka të tilla, duke na dërgu foto. E sot e kemi një temë shumë të mirë që kena me folës bashku, që kena më u prit në telefonatat e juaja. Kina më ju prit edhe me mesazhe, po dojna me diskutu pak më shumë se është një temë që duhet me u diskutu. Edhe më shpesh se sa një herë. Lexova diçka që më inspiroi, nuk e di tash çka, se harrova, po aty ke inspirimi. Aty filloi, a? Okej, po vjen mirë. Diçka, ke diçka me fëmijët, edhe ke diçka që kishte të bëjë me të ardhmen, edhe u ndala për një çast edhe thash bona një krasim të fëmirisë tonë edhe të fëmirisë të fëmijëve të tashëm. A është më e mirë kjo tashmeve a jona, ha? Ka shumë të mira dhe shumë të këqija në të dyja periudhat. Periudhat, okay. Por gjithë ka me pas. Normal, çdo periudhë ndryshon. Por tamam nuk na bjen. Asnjëherë s'ka më na ra tamam. Po jo, pra. Ka me pas diçka më ndryshe. Jo, pra. Por çu shojmë na të ardhmen e tyre. Çu ka me qenë ardhmja e tyre. Kjo është pyetje, domethënë. Po asë çu po funksionon bota për momentin, çfarë gjendje jemi. Mora jena tu punu për të ardhmen e tyre. Çka do të ndodh? Me ta, kur të rrim moshën tonë. A din se thonë gjithmonë e lajna këtu gjeneratat e vjetra se ju e keni lënë çështu se sikur ju t'ja kishi bot çështu. A jena edhe na çajo gjenerata? Që kanë më na thonë nesër se ju e keni lënë se sikur ju të kishi bot ne do të po kështu. Gjithmonë është mirë, është lehtë me alum fajin dikujt. Po çysh është lehtë, o sa lehtë e ki. Nëse Kelly edhe Eglitako, ti, një kong, më thonë ata janë atje në shpim mbyllën, po konga ish dal. Si e shihni të ardhmen e fëmijëve? Pyetja për sot. Njerë temën, si e shihni të ardhmen e fëmijëve. Kjo është ajo që po pyesim sot nga ju, të na tregoni se ju a e keni menduar ndonjëherë këtë pjesë, çu shihni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Kështu që na telefononi nga ky moment në 049-978-978. Ndërkohë ju rikujtoj që jemi edhe në YouTube live në këto momente përveç portalit ton Glam Radio Big FM, si dhe në Koanet edhe aty na gjeni live në këto momente përveç frekuencave tona. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Sara nana e Treneshve. Hajde Sara, tregom ti, a e ke menduar ndonjëherë këtë punën e ardhmërisë së fëmijëve? Çysh e sheh, çysh e parasheh, çysh e paramendon? Po tyve fëmijën i kam shumë të dhimbshëm, a din kështu shumë janë gjymerë fëmija mi. Po? Edhe që ato që ko që mendoj me ti tërkon. Mu ma merë mendja që djallin e kam shumë zemër mirë, edhe mendon që me ndihmu të krejtve. A qika ko qef mu bo doktorish. Jona. Edhe apo të duket kjo botë e gatshme për fëmijët e tu? Jo, vas, po më duket shumë e gatshme se... Ose fëmijët e tu a janë gatshëm për këtë botë në cilën jemi tu jetu? Urna?
Tash fëmijët a i shet që janë të gatshëm nesër mas nesër me këto karaktere paga shumë që mundesh me i vrejt prej sot këto tiparet që i kanë, a janë të gatshëm me përballu këtë botën e egër në cilën po jetojmë? Po vallajnë, koha po shkon se po shkon, se tash kjo teknologjia e re, senet e reja, gjithë krejt me të gatshme, krejt dhe ma merr mendja që po. Okej. Faleminderit shumë Sarat, përqafoj shumë edhe përqafje edhe Zoti ju ruaj të dyve. Tre voglushët. Faleminderit, përqafoj shumë. Përshëndesim shumë, Para se me faleminderit. shkute telefonata tjetër, edhe një numri i telefonit 049-978-978. Por mos harroni që Prishtina Ticket ka sjellë edhe 2 destinacione të tjera, Köln, na thash mirë? Köln me ë. Köln veç ka nisur nga 8 marsi me 2 fluturime brenda javës, ndërsa në Bremen nga 4 kori ku keni me pas mundësi me fluturu të hënëve dhe të premteve. Përndryshe keni edhe shumë fluturime tjera në drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut dhe Anasjeltas me çmimet më ekonomike, përfshirë aty bagazhi 20 kg falas që keni falas, që andorri deri në 6 kg, kështu që vizitoni prishtinaticket.net. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Okej, po se pas nga hajde që të marrim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Oho. hajde Viber, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Kush na përshëndet që? Kojshikja. Kojshiki kallzoj këtyne kur thirren që do të më u koncentru në telefon, mu largu prej televizorit se na dëgjojnë mjaftueshëm mirë përmes telefonit. Nëse hajde tregom Kojshike se çfarë po ta merr mendja për të ardhmen e fëmijëve. Qysh peshet të ardhmen e fëmijëve? Po, të ardhmen e fëmijëve pesha shumë mirë, shumë bukur, me krejt kushtet e mira. Apo thu që kanë me pas të ardhmen e mirë? Kanë me pas të ardhmen shumë të mirë, edhe kam i fillu zotin rrugën e hajrit edhe të mirë. Çka jena tu punu na për me pas ata një të ardhmen të mirë? A jena tu punu na, a jena tu e bona e farë punet mirë për mju lana aty në të ardhmen e mirë? Po, për një, gjithë e stili mënon milioni të ardhmen fëmijëve ma të mirë. Okej. Po Me vjen ma shumë mirë për këtë shëndetshme, ma pozitivitet. të respektume, ma të shkollume, ma krejt që ata po këshyru me i ba fëmijë, ma të shkollume së të Po më thane ardhmja e fëmijëve në atat që po vinë është ma e mirë se sa këtyne tasht, apo? Si pas teje. Mas mirë ti është ardhmja e fëmijëve me konë, qysja ka fillu që tash me shku blidej mbaren. Okej, të falenderoj shumë që na ke thirr Kojshike. Ditën e mirë ka ljufshi mirë. Faleminderit. Sa u bo Kojshike ti ke zonin ngom një iftar merri ata të shtëpisë edhe çajin Swiss Diamond Hotel. Ka ndo iftaret mrekullueshme. Po shtunë dile të dielën se edhe shtunën e kemi me meny, po dielën e keni mundësi me shku keni form bufeje, lloj-llojshmëri, ushqimeve, pa limit. Mos harroni për me bërë rezervimin 038-2200 për juve që dëni me shku me shiuni iftar mrekullueshëm. 000. Po, do të thon 220. A di ç'më mi thon? 2 krejt 0. 2 shatjera 0. Krejt 0, po. Çe tjetra? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Me kë po flasim? e qërimin, Hajde qërim prej nga pra telefonon. e Prishtina valla. Prej Prishtinës, mirë. Tregom ti që shëshet të ardhmen e fëmijëve. Inshallah do zoti e ma mirë se na. Ma mirë se ju. Ku kishe Po, pas qef që fëmijët me pas jetën ma të mirë se gjenerata e juj? Në çfarë aspekti? Shqo, une jam pensionist, jam pensionu para 4-5 mujve. Urime? Faleminderit. Edhe isha dje me të rjek pensionin, 38 vjet pune e 120 euro pension. Ajo vajza që punon dhe sportel, po pësot, tha, a do i të rjek ish krejt? Çka me lon? Thash, thash po, thash se i sholla nuk e prit një ju kohën si kur e kom pritune. Shumë e sakt. Gjitha sakrificë që ka kalu gjenerata e juj sidomos, edhe pse gjenerata jon ka përjetu ndryshime, tranzicione, por si do që tjetë barën e sakrificën, e luftën, e gjitha përjetimet nuk e kemi pas që kam pas prindit tonë, edhe ju gjithashtu. Kështu që është një prej temave që më dhe më mas shumëtis, sinqerisht kështu sa i përket situatës në vendin tonë, puna e pensioneve më vret mas shumëti. Po e posh Besh vazhdo. Po vazhdo, se po të gjojmë.
e brejta se edhe ajo u prek pak. Kush? Kjo shika hiç prekët. Jo, ajo vojza. E ka fjalën për atë punonjëse. Pedi, po thash mos po thua për këto për çfarti. U prek se e ka menu vet, që ka me ardhur në çat moment. A din që unë edhe Fiona bojna. Po. Mas pari prekna që prindrit e mi kanë me qenë në këtë situatë, shoh edhe shumë persona të tjerë që janë në këtë situatë tashmë, edhe fëmijët e mi që ndoshta kanë me mbetë në këtë situatë, kështu që për këtë arsye më dhem, kështu që ti mos bëj gare me këtë temat. Jo, s'bëjnë ai gare me këtë temë ndihshme, po domethën kur unë pi them atë çka po keni shef, këta po thonë ja kur gjë se mirë është. Jo se mirë, domethën pse se lypnin për pensionin, se do të me lyp pensionin, edhe unë edhe Fiona e kanë kërkuar vrecim po në vesh shumë. Bojna thirrje shumë shpesh këtu që domethën pensionet ndoshta është njëra prej punëve të para që duhet me u bë. Jam pensionet, tash dikush thotë jo pse s'ka lidhje për pensione, atë se këta më të vjetër s'bën. Të përshëndesum çere mos rrin kom se po lodhësh. Faleminderit shumë. Po që duhet një herë mirë mu rregullu kjo punë, se nuk është veç për këtë gjenerat. Po çen, domethënë nëse mendojna me pas edhe fëmijë tarme, do të pas një pension më të mirë unë për çështja e pensioneve ka qenë gjithë temë kritike që nuk është ndërmarr kur gjë, po tash po shtohen edhe çështje të tjera që e rëndojnë hala më shumë çështjen e pensioneve. Janë çmimet. Janë çmimet marramendëse që tash po e rëndojnë hala më shumë situatën e pensionerëve edhe personave që jetojnë. Ta pensionerët i rëndojnë fëmijët e vet, e na për milion të ardhme të mirë që ty në fëmijëve është me pas një pension të mirë, mos mi lodh ata. Dhe mos mi thonë që besë baba po të pak me shku dhe mbaj. Shkon vetë baba, e ka pensionin e madh. E ka pensionin, shkon e vetë, apo dënë që i ka e më dhe ti me ardhë me mu. A kështu dhe me thonë, dhe të mi apë sile, mi apë shtile, a ne i kneje, a mund është bre, a din nja 2-3 dit e planifikova. Qëre boja është luks, ajo është luks. Qëre që të oferë të ja dërgu e sene luks, jo nevoj. Ajo është luks, jo nevojën shumë sene tjera për para bojës, po nejsem. Po okej, tash bre Fiona dhe ajo nevoj është se kur pi bën do vjetë njeri po të speten, alo se je e reja, po kuptan. Nama djetrit e tina këtë marpune. Alo? Ju që keni kërku bojë. Që kena kërku, alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, për nuk ju dëgjoj mirë, si me konë një shtetësor. Po nësë kam që ka me të bojë që s'po më dëgjoj mirë, ka pëndreshe telefonin aty. Prekja pak atë rotës. Jo, për rota e prekt është. Prek e zerën, cim. Po, te ke prek rotën, së në kum prek mote. Hajde, tregom kush përna telefonan. Pe di, unë e vishë tregom, Orhan. Taksima do me fitu da pare. Hajde, tregom kush përna telefonan. O, s'te ka fitu sendin. Po i thash, tregom kush përna telefonan në Orhan. Po të gjova, më falë. Orhan, si e që është temperatura së në Zvicër, koncentro? Sa ba ke ftoft, ta shumë zej, kimi qitë si zët e dilët. Okej, po dhe të na kështu në zet, po duket, po jo, është ftoft. Hajde tregom për të ardhmën e fëmijëve, qysh e shet ardhmën e fëmijëve tu, prej diasporës atje, a mendon që kanë mu kthy ata këtu, a kanë me orë me kontribun këtë vend, a qysh e shet ardhmën e fëmijëve? Po, cëllë prind për fëmijëve në vetë, ka që gjithmonë ma mirë, më po. Këta pe dina, po qysh e shet ardhmën, qysh është u shku, trendi qysh bëshkan? Mirë. Për Mitrovicën diçka. Okej. A jetë të bona i sem për me pas të ardhmën e mirë fëmija, Orhan? Po kërë na mundohemi të fillu për edukatës, për shkollës, për... që kjo është? Qëto, tani, do këme me parashikuat... A i ke lona i sen, Orhan, apo do milona i sen fëmive ajo? Ki milon pak. A i ke lon, a ke bo, sa ke me ndu milion, qa po do milion, bashkë po më interesan? Trullën ja këm do, pitashit të treve. Okej. I kam 2 djeme një vajzë. Dhe shumë mirë pas mirë të gjatë. Për këthe janë shkollë që ato? E shkollën janë të krytë, e vazhdu. Për këthe janë fund një investim shkollë. Që ato trullën kretë. Jashta asaj, ta shaj ke lonë për moment. Po, mirë, kuptova, në po më pëlqenë. Orhan, po të falenderesh shumë që më ke thirë, e pas një pasditet mrekullueshme. Edhe falenderit që je pjesa jonë, të fala krejt shqiptarëve atje. Një kërkjes veç. Hajde nëse mujna me plesu. Kur po hin YouTube, s'po del zoni as aty mirë. Edhe aty atë rrotën prekja një veç. Dëgjam, qëre se po ndodh ka njerë për me pas problemin YouTube, e di që ka her pasere, unë ishtash po ta dërgoj ty mundësim për me në ndëgju pa problem, heq e ki në glamradio.fm ose në koha.net.
më thonë, aty s'mundet me pas kësi probleme, për arsye se, po është ma ndryshe. E aty në YouTube, aty vetë tjetër kusht jena na shefi. Okej, faleminderit, mbeteni të përshëndetën. Edhe ti mbetesh i përshëndetur shumë. Dëgjëm për ty edhe për krejt ata që dojnë me pas ose frest ose nxehtë, aty kur po ndron temperatura. Po, kondicionerët Bruno, i bleni kondicionerët Bruno sepse janë me 5 vite garancion, janë efikas ngrohen ftoje, kanë konsum të energjisë minimal dhe i pastrojnë ato alergjentet, i largojnë ato papastërtitë e ajrit. Bruno kondicionerët i gjeni kudo në Kosovë. Sa interesant është me komunikacionin, në këto momente është ngarkuar rruga Tirana për tek rreti brapa stadiumit dhe Anasjeltas dhe rruga Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës te komuna dhe Anasjeltas. Për pjesë tjera avion nuk po shoh që ka ndonjë kolona. Çudi? Shumë çudi. Çudi. Çfarë thash sa interesant, s'guzesha me thonë. Po e presim tjetrën telefonat si e shihni të ardhmen e fëmijëve. Kjo është pyetja për ditën e sotme, çka po bëjmë edhe ne në realisht si shoqëri, si vend për një të ardhme më të mirë për fëmijët tonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Në dëgjuse nga Anglia. Hajde dëgjuse nga Anglia, paraprakisht lutem dalja zonin televizorit, edhe mandej mujna me vazhdu edhe me fol. Tregom si e sheti të ardhmen e fëmijëve tu. Të ardhmen e fëmijëve të mirë është shumë të mirë. Hajde tregona pak. Po të mundësia jo ka dhënë me mësu, më shkollu, gjitha kushtet i kanë. Mirë. Standardin e kanë. Ama në Angli është fjala, apo jo në Kosovë? Në Angli, edhe në Kosovë, se gjysën i kam Kosovë, gjysën ka. Jeni të shpërndar. Dy omë janë prefekt. Do me thonë nuk shen do një dalim, do një diferencë mes Anglisë edhe Kosovës, mes të ardhmes të fëmijëve që kina Angli dhe në Kosovë. Jenë dhe 4 shtëpia me trull me kadhetare i kanë, vajzat ashtë të martune me venat mirë. E vajzat kasari i kanë? Vajzat i kanë të burrat e vetë, si mu. Nuk jenë shpisa ato. Shto s'po me kuptu. Jo s'po du me hyjani. Sidomos për një zojës, jo ne po hi. Ata dhej, që qërën gëti nej. Shpin e kanë marunën në trull të njën që ato ku jemë në gjithë. S'po më interesën soja ke doja ke lo, s'po më interesën le këto se këtu e më fore. A i ke do bora sa jo. Ashtë ndo pasuria në mënyrë të barabartë, se edhe kjo ndikon shumë në të ardhmën e fëmijëve. Po pra, mi mësu që në barabartë. Po ke po hale, do me thotë për ke këna morë Jo, s'ka ndo, ja kalon ka 10 ore, aty në bia të këtë burri vetë atje. Okej, faleminderit shumë. Jo, dhe qikam diçka. Pa me diçka që atje ka qoshë, ja jepëm qikave. Adin që atje ka funin me diçka. Ajme se të burri kanë, po nëse mbet pa burr, larg qoftë që atje më fund se s'po larg qoftë me ndodh diçka në familje ku kthehet mandej vajza, po ne. Çka? Shpëthoni këtë punë tash, për shembull tani. Nëse jam dola dhe qikave, du të mi mojt qika djenë me një ven bashkë ato, ha? Kush po thot mi mojt? Ata e zote vetit mu mojt ven. Ti qatë rrinë, një javë rrinë, sa të rrinë në Po, kush o fëmija i kujna është ajo qika? Po qika jem, ja është pa qiko që... Notën e mirë, falimderit shumë për shëndes, kalov shmire pas një pas ditët mrekullushme. Që kjo është pytja. Përgjigjen edhe vetë, që aki mu më kalzut ashtë. Se kjo është një temë shumë e fillë. Që shkon jetën, do më thonë, hiset qikës atje. Se prind mujnë me pas vetë me në qikë. Edhe dojnë, do më thonë, me pas qikën afer. A ka të keqe këtu tash, a pibjena ideali mus me marë se po shkon të nusja. Ja, nuk bën ashtu. A s'po bëj ka me shku djali të nusja, kur qysh s'po bëj ka? Jo. S'bën esha. Ka shumë raste në Kosovë që djemt kanë refuzu me jetu në banesën e nuses, të cilën nga pas trashëgimi prej prindërve. Pse me refuzu? Sepse me pretendimin që unë jam tash në banesë të saj, ajo bën çka don me mua, ata bojnë çka dojnë me mua, do të thonë kjo është pretendimi i... A do me thonë ti për mërshë e grumë për me bot ti qka dojnë me ta? Po. Okej. Sakt. Na jena tu i folë do sene që këshumë posë qef për tarmën e fmive, atë mus me egzistu që do sene. Uroj, po a zdi sa jetu e të gjuqë gjdo ditë ma te për që ti thu ka kalu ajo ko, nuk ka kalu cim ajo ko, heq bre heq nuk ka kalu ajo ko. Unë e kom qef me thonë, du me thonë, amo heq ka kalu, heq ka kalu, shumë keq. Fëmi i bjen me pas si vajzën si djallin, për me përkthy edhe njerë, me ilustru. Me ilustru dhe me i rosh kurt. Fëmiju. Këta është, do më thonë, kur dhe puna nëse ti si prind, po do me nda pasunin, që se ki obligim me nda, mund është me majt vetë. Nuk është të vishë të pasuria, Cim. Në momentin që... Unë e pja dho, do më thonë, nëse kemi jep djallit, kemi jep edhe qikës. Cim, a e din të pëse një arsye shumë e madhe shqiptarët
kanë insistu me bo djem, ka qenë arsyeja që ata kanë menu për të ardhmen e tyre që ata na këshyrin edhe na mojnë. Thashën te pensioni e thashë. Fëmijët janë kriju, është insistu për djem vetëm për këtë arsye, se ata na këshyrin edhe na mojnë, ndërsa vajza shkon te burri edhe nuk ja shemo kur kushtyt, e që është komplet e kundërta realisht, që sot e din, e pranojnë, por nuk e zbatojnë kur vjen puna te testamenti. Hajde më të bojna pak nga hapi se jena hi lugave. Alo, përshëndetje. Po ni çka tani toka ju ku na dush jepjani. Hajde. Alo. Kush na përshëndet? Ali Lopi. Edhe një herë emrin? Ali Lopi. Si kalon? Ali Lopi. Si kalon aje mirë, po dëgjum, si po kalon mirë? Po dëgjum, po se mi dëgjum mati. Po se na dëgjum mati, se s'po thirë tëre, se na që do jena. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Hajde, trego për të ardhmen e fëmijëve. Erinis është Nisë Ardje, mas pari i rojmë shëndet të gjithë Kosovës, kudo që janë, të fëmijëve e të gjithëve. Për të ardhmen e fëmijëve. Çka po ta Armenia, qysh peshet të ardhmen e fëmijëve? I lojna lutje tonash. Kosovë mas lufte u dash me shku për para, po këta e shku kundërtën. Do më thonë mas pari u dash me të fabrika me investu për i një. Po, që fëmija jo me punu këto. Që kjo konë që të ti? Në pe fillimit mas luftës. Po ne më rrë dhe pe mas luftën me lekole me keqi ku bos për e luft e keqi jemi rrehun e keqi me të nëzënë që mujtë me arritë që duhet se s'ma kanë shkuën fillim mas luftën. Jo heqin kjesë kur gjëheq, po ta shëjarën e rinis është vesh profitabili i punësimit krye fakultet. Për 6 fakultet që kanë krye asnjës ka mujtë me arritë venin ku duhet. Me një fjallë, qysh peshet të ardhmen e fëmijëve dhe kam fjallën për këtë gjeneratën e re që kam janis klasës po. E ardhmja e fëmijëve është mas pore 0-0. S'ka profitabil kur gjithë, shumë pak. Nuk e shë mirë. Po dhe, s'po ma thotë që to po profitabil diçka po ma lidh ka parët. Fëmija jenë shkue e kam posi këtu në Kosovë s'ka profitabil kur gjithë. Për cilës venë më thire? Kodires. Faleminderit shumë. Po, faleminderit shumë. Përshëndes shumë. Faleminderit. Ka djale, dhe jashtë po është profitabil dhe shire shëndet. Gjithata që vinë. Ole profitabilin se s'ka lidhje që pas ka me që Shka mundesh me bo papare që mësët? Po, mundesh me bo, po, do më thonë, a i shkolla për dërisa shkollosh edhe nuk arrin me siguru një punë që ki profit prej saj dhe jeto prej saj. S'ka lidhje. Që aty është krejt esenca e ka një dishëm që do më thonë s'ke bukur gjo me atë punë. Ka lidhje, shkruma është të dikon. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalja të mirë. Faleminderit. Pak po mundomi, mos na keq kuptoni, realisht se po qeshim, po bëjmë shaka ndonjëherë ndërmjet. Jo, ne kisha me qesh alo më shumë. Përsa po më shkon vetja nerva. Pak me kthy pak në pozitivitet, se është një temë pak që na prek, na dhembe dhe na lëndon, kështu që mundomi pak me marr me sportivitet këtë një orë është se nuk po flasim çështjen situatën me marr me sportivitet, po këtë emisionin ton këto. Hajde bre se bëhet mirë. Që mirë mëret mu bo nëse shkojnë atë Toyota dhe blejna një vetur, sepse edhe ardhmja e familjes është e sigurt këtu, se për 10 vite të ashme du më thonë je profitabil këtu. Për arsye se di nuk menon më për vetur, se e ki veturën garancion për 10 vjet. Po, për 10 vjet. Edhe bosh me një super vetur për dina, po qka është e mira që është edhe vetura hybrid. Po edhe për të ardhmen, mendoni edhe për të ardhmen, edhe tuajnë edhe të fëmijëve. Po, unë edhe Fiona kena vendosë me shku njënën prej kësajnë asje i gjarit ose Yaris Crossit, ju mundri me shku me pa dhe shumë modelet të tjera atje, e kini edhe RAV4, veture mrekullueshme. Kështu që shkoni te Toyota që është në Çagllavic, apo i bjen çashtu? Po, Prishtinë Ferizaj. Prishtinë Ferizaj në Çagllavic e keni. Realisht i bjen Ferizaj Prishtinë, se është nënën e tjetër të rrugës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje juve dyve. Përshëndetje jashtë toksor. Na thanë edhe neve sot jashtë toksor, edhe më erdhi interesant. Po nimi tha si jashtë toksor. Nashta jena pak. Ngjitsesh. Nashta jena kaniher. Konesan aty. Diçka. Hajde tregom ti çu shet të ardhmen e fëmijëve zetër. Po, qëre, unë mas pari, po thomë për qatë temën që e pas për Kollovar, nuk e djekë një të gjunë, unë që shpreje Shqip. E këra mësë Big Brother vitin e kalum, po. Po, Kollovari bjen kur në vend se me shku qika të burri. Burri shkon të qika. Burri të qika, po.
Te na nuk ka ndodhur kjo sepse na kena keq interpretuar kanonin e lektugaxhinit. Se kanoni i lektugaxhinit është se i keni roqe 2-3 herë, keni roqe sa pjesës hisës vojzave. Në kanon shumë mirë thot si nipi të takon hisja, pa problem fare. Kështu që e kanë fshetin në sy se në fakt kanë mund me allo motrës për me orë në tarë me nipi me jetu të familja e A mëna nuk e kena kanunin, se s'di pse po më ktheni te kanuni. Deshti me sqaru këtë punën e kuptimin që normal kanuni nuk e ndalon në fakt. Po pse po ktheu te kanuni? Pse po përmendet kanuni këtu? Se shqiptarët janë bazuar gjithmonë në kanonsim edhe kanë keq interpretuar edhe kanunin. Ashtu është kushtetuta. Se ligjet nuk i marrin parasysh hiç. Po rregullon tash ne kena kushtetutën. Unë i kisha dunu prindrit që i ndajnë pasuritë në mënyrë të barabartë. Që këta fëmijët për shkak ata që kanë pasuri për mendosh fjalës, ata që s'kan është tjetër stan. Tek shyrë më këta është taksor që apo. Këta fëmijë këta ndani ju pasurinë. Dy kom çika e kushkudan. Veç kanë do senet, i kanë kry, absolut. Pa vetë mu heq, qika mo thotë marrë banesën klin, djoli e ka një fartrulli aty, edhe aty në fshat e ka... A mo do me thonë një në knasht kreta, po? Këtë shpijen këto në Gjermani thojnë e dojna, që shë dojnë ta zotit, din asë të konerëm përzia, siç, absolut. Hiq, absolut. Qa do me lonë për veti, o djallë? Qa do me lonë për veti? Për veti, dekodes, e shpia e, pasoria është e jemi dekodes. Moment që desëm na, atëherë unë kam thonë, me mgu muhe, ju kisha lënë besave edhe nipave. Po thojnë, jo se s'bën, a përdin se shapët i une, kështu që letë po që ka dojnë, i kom të meqë në bëllë, janë, unë metë se një ata është kërdes. Ki besim, okej. Edhe që shpomejt puna ardhëmëris? Maria ka më qenë e mirë sepse kanë koqa një start pasuri start trashëgimit që mund me startu, domethënë, edhe besoj që kjo gjithmonë një gjinët, herë dukur do gjinët si diçka që ju gjinët nevoja ndryshme për shembull. E kam një përgjigje që po du me lën krejt për fund, tash dikush mos po e thot rastisht, se nuk po du me ma përdor, se krejt jemi fokusuar te gjërat materiale, një shtëpi, një banesë, një tokë, një kerr që po me tokan me bonami fëmijët kur rritën. Edhe për fund dasha me thonë, mos u marku, dasha me thonë, e kam qenë një faqe, e kom ftuar tonëve. Ka lënë bukur ai. Ton kalov shpirt. E kena pa faqen më vonë, kena me këshir se tha e kum bu mirë dizajnin. S'di çka, po smujta me pasën emision jam jashtë kësaj mos bajgare. Mirë që na lajmërove. Domethënë dej tash jena tu fol vish për kësi. Për toka, banesa, shtëpia, kjo është ëndra e çdo shqiptari. E ardhmja e shqiptarit është me pas një tokë, një banesë, një diçka. Shumë shpesh e kemi përmendur dhe kemi diskutuar këtë pjesën e shumë shteteve skandinave. Një motor a bën me pas. Bën që s'bën, edhe ajo është aset. A bën me ma blen jo? Moj me ta blen. Se përshë që të ventora motor si pas ka do më thonë. Pagese me këste edhe ditore me dashtë. Se peni kafe, do më thonë edhe puna me motor. Nuk e peni kafe edhe ta bleni motor. Edhe i ki kolonës. Edhe knasna, edhe dokna mirë, besa, po. Vespa. Dhe jo vetëm Vespa, ka dhe modelet të tjera, mundeni me shku me i pa tek Ventoro Motors që është nga Automita. E kini dhe në Facebook e Instagram, po një propozoj me shku me i pa të venja tjetë Automita. To janë për maraklit që dojnë me ik kolonës, po ka edhe për maraklit e adrenalinës pak, që janë ekspert dhe me thonë të motorve, jo gjithkosh mundet me i vëzit ato, kështu që në Ventoro. Jo gjithkosh. Mundet me i për mas, ama me vëzit. Vish me i këshyr, ma mirë. Alo. Kush na telefonon? Ju përshëndes, Seferi. Si kalon? Mirë, me ju me gjithmonë mirë. Faleminderit. Këtë tema për merak. Po më vjen shumë mirë. Hajde kallëzëm Sefer te për të ardhmen e fëmijëve. Çfarë ta merr mendja, çysh është e ardhmja e fëmijëve sipas teje? Qysh është? Po. E ardhme e fëmijëve do të më konë e donën barabartë. Nuk po flasim vish për pasunin se na keni keq kuptu. Nuk po flasim vish për pasunin. Po të ardhmen e fëmijëve në përgjithësi. Të ardhmen e fëmijëve, jo vish tove. Po të ardhmen e fëmijëve shqiptar, qysh është? Njëherë për njëherë e ardhmja e fëmijëve shqiptar është larg për realiteti. Që të që da është folu mirë krejt? Po? Se po thu që është larg? Qysh janë ata fëmijë tjerë që si janë shqiptar? Çka bën ato vendet për ata fëmijë që si janë shqiptar? Ata vendet tjera e kom fjalën. Qëre, unë kum jetu një 20 vjet në Kroaci edhe një 10 vjet në Gjermani edhe... Qysh është në Kroaci se i kena mangat? E kemi mangat atje e dojnë pasurin
pa mor parasysh si qikës si djallit. Okej. Apo të pasuria. Edhe për të pasunia, se pa dol për i pasunis nuk mundesh më shku te një shoqëri që nuk i trajton barabart fëmijët, sem nuk mundet me përpara fort. Kështu që është një lloj baze. Do me thonë për me bot diçka për fëmijët tonë, do të më mësuj që do të më pa mas pari barabart. Barabart, se prej fillimit do të shumë fion arsimi po. Barabart, okay. Tjetra? Çka bojnë tjetra ata? Tani duhet si ti trajtojnë barabart, tani vjen të shkollimi. I barabart. Edhe këtu do më thonë do të me qeni barabart. Jo, instalohet vetë besimi, instalohet ndjenja e dashurisë ndaj prej prindërve, është komplet jeta ndryshon nëse fëmijët trajtohen barabart. Po. Tani vjen arsimimi. Po, i barabart. Po, i barabart. Okej, edhe treta, hajde edhe një thumat mirë. Nash ma zemrën. Edhe emancipimi i popullit. Emancipimi i popullit. Popullit do të më emancipim. Popullit që s'ka emancipim, s'ka kur gjo. Po vje mirë që na ke thirr, edhe po falenderoj shumë për përgjigjet, edhe mos harro që shtu me vazhdu me na thirr. Ju përshëndes. Faleminderit se fal përshëndesim. Përshëndes për na thirr, po na thirr Alia, na ka shkruar kush na ka shkruar, kanë pas bre, po çit ma telefonin, ma ke shkruar. Veç thirr tesun e ta gjeli telefonin, e di që kemë thirr disa herë, po s'kena çush më apo. Ama veç pak se një herë po shkojnë në Alpi, me pas britjet, me pas çka po ndodh atje, koleksionet e reja mandej rikthemi. Po ndoshta nuk po i pëlqen tema ose nuk po i pëlqen ajo çka po e thojna, po sidoqë të jetë. Është mendimi jon, as neve s'na pëlqen kanë herë çfarë thuajnë këta. Po tash ai dikun një problem me kohë. I dhem dikun. Dikun nuk ka i dhem. Hajde jo tregon atë që sheshet të ardhmen e fëmijëve tu ose fëmijëve të fëmijëve tu. Unë shoh një ardhë shumë mirë, vërtet. Unë vetëm edukimin duhet një alon atë ne. Okej. Ato tjera ta më bëjnë vetë. Edhe kjo lidhet pak me përgjigjen që kam e thonë në pak ma vonë, po ti thu që nëse i shkollon, ja u lën edukimin. Se i shkollon, ja u lën edukimin. Krejt i bojnë vetë. Tjera ta i bojnë vetë, edhe të guximshëm do shmi po pak e shumë. Po normal. Jeta është, nëse si e i guximshëm, tu kime dështuar që kohë të sodit. E thash në fillim që është një botë e vrazhdë, është një botë jo e mirë që është tu Absolut. Një kohë jo e mirë. Jo vre tash më mund t'ju marr aty nëse më dhon, po çfarë thonë? Okej. Kur flasim për pasuri, është një farë ndihmëse nëse i lën diçka. Nëse ki mundësi me lën diçka pasuri fëmijëve, është një lloj ndihmëse që pak a shumë të ardhmen e tyre e kanë më të lehtë, nuk e kanë barën e shtëpisë, tokës e të tjerë. Vetëm shkurt. Nëse ki mundësi, po këtë në fund dikur. Jo, më në fillim, unë tash më lënë diçka, ka më lënë, më shka vjetat. Këtë në fund, e shese do thot i ka ardhur tek fundit e diku. A ku më ditë ku a fundi se? Nuk është problemi çka të mbetit ty Joz, se ti ke jetu në çat shtëpi me çat të ardhura, po është ideja që ti fëmijën po e paralizon në thonjëza në moshë shumë të re, duke ja servu senet e gatshme, edhe kjo është edhe shkencarisht e vërtetuar që fëmijët duhet me u përpjek me u bë atë vetëm shkurt, tash po s'po du tash me thonë se jo valla janë të mesim, janë të mirë, janë xët, ty ti kanë fakultetet e kryj. Nëse janë thuje, pse jo? A përshë që prindi shqiptar nuk ka qef hiq me e lavdru fëmijën e vet. Njoni punon në fajsa, medicinë të thot, punon në byro, e ka byron e vet, e ka punën e vet, unë për ata edhe o shkollu. Shumë mirë. Okej. Tjetri. Allah i la e vetë që të vakcinat që i kina morra e në kontë mira. Se i na bo marak pak. Mos i ko kam Pfizer. Nuk u të zënë me full. E i vogli e ka një biznes vetin, dhe thët, dizajnin teshave, ka marken e vet.
E ka markën e vet Tesha. Do më thonë dizajnon Tesha. Tesha. Sa mirë. Qyshe ka emnin marka atina? Marka atina e ka emnin do thotë s'po kujto. Apo do në me përkthy apo do në thonë gjermanisht? Jo, nuk ka gjermanisht. Okej. Nuk ka gjermanisht. Ani na shkruan mandej, na shkruan se bashkë më intereson me po. Çman Viber. Ja, shojnë Viber. Faleminderit Joz. Edhe na pa e përmend se lajna. Hajde të përshëndesim, faleminderit shumë. Domethënë ata pas kanë siguruar me të ardhmen për shkak se janë shkollu, kanë kriju bizneset e tyre edhe veç që ndojes përpara. Amo kjo krejt po ndodh në Gjermani. Jo, nashti edhe atje më pakon Nashta, kur nuk I dihet. Jo, nuk ka pa tjetër me moshi ta, po nëse diçka tjetër duhet me bëma. Besëm. Se fëmia është shumë I shajt. Faleminderit Joz, mos ta zgjasim edhe shumë ti marrim edhe disa telefonata për fund. Faleminderit shumë. S'm kallzoj për çfarë fajzenën. Ja me atë pik. Nuk ban. Ja, thas më fola Anite. Ani që po tregoj që Neza ka zbritje hala deri në 30% ka zbritje në showroom, kështu që shko atje, merren ai mobilje të mirë, trahatshme të bukur, me stel. Do të më marr çast fotele me prisit përgjigjen e Jozës. Uljo dhe pritën Viber. Ai pres. Edhe për webin e djalit. Për dizajn. Edhe ajo po më intereson. Alo, përshëndetje. Jo, la pritë nise e kena telefonatën njerë, se gabim të mora. Alo, telefonata. Po, përshëndetje. Kërkoj falje, po se e mora e nisën, po e nisa let pret, pak ullë është. Kush ka telefonu? Po, atëherë jam një telefonusë nga Prishtina, një të gjuse, edhe spari për ju për kësaj për temën. Faleminderit. Hajde tregona në të gjuse, telefonuse, zonjush së spedi, tregona se qyshe shet të ardhmën e fëmijëve ti. Atëherë, të ardhmën e fëmijëve tanë, unë e besoj që dhe i sa jetojnë që tonë që të shtetin tonë Kosovë, e shani të ardhme shumë të zënë. Pse bje fjalla? Dhe i sa jemi shteti ma I varfër në Evropë, shteti ma I ndotër në Evropë, shteti që pisa ose vlerësimet për arsen na gjithmonë arreshtojnë në zero, një shëndetësi në kollaps, një pasiguri totale, një munges e gjithësorit e gjitha vargje dhe unë nuk I di në shka bazohemi edhe pse jemi kaq të vetë knaqur e kaq pak të revoltum për këta që pëndohë. E ta shtregom, sa po punojnë ana për të ardhmen e tyne, se na po e dina që shë jam punt, po bojnë ana diçka për mi u lani të ardhme ma të mirë këtyne, mos me na thonë edhe ata njëjtë që shë ju kena thonë a juve, adin. Atëherë, filloj nga edukimi që më fillim, nga mësimdhënia, nga perspektiva. Unë nuk shoh dikush që ka nivullën e të mirë që don ta ndryshoj që gjendje. Pse na me qenë shteti ma I varfër në Evropë? Pse mas 26 ditëve liri? Pse na me qenë shteti ma I pa arsimum në Evropë? Pse të rriton gjithmonë me lypër lumëturin t'i kënë tjetër? Kur jemi kaq pak popull e me kaq Ka shumë punëtor, besa, se jena dhe punëtor shumë, edhe jena popull shumë I menqër, edhe s'mujna mua në jo, na nuk jemi tregu që jemi menqër, as nuk jemi tregu që jemi punëtor. Në vend tonin s'po tregu. Nuk jemi tregu deri më sot. Po, problemi është pse nuk revoltohemi, pse jemi të vetë knaqëm, pse mendojna që jemi mirë, kur shihat, vrehat, botresht, që ne kemi ngjeshje në gjitha aspektet. Se s'kemi ambicios fare, unë mendoj që s'kemi ambicie fare. Me rëndësi është me pas një punë, një kulm mbi kokë edhe me hangër me pi. Me kaq mjafton shumica shqiptarëve. Apo? Po që të knaqemi, po. Do me thonë ju po thoni të vegjetojmë edhe të vazhdojmë. Jo nuk po themi ne, po. Po ju kuptoj. Kesi përgjigje e pyetjes tënde, pse nuk revoltohemi? Nuk njoh unë popullat ma me pak kërkesa se që kemi na. Për që ato po thëmë, jemi nuk kemi ambicie fare, për kur gjë hesh? Po, ku është kjo
kjo plotësim I nevojave ku e shohum na në për gjëra materiale e që as ato nuk I kemi tu fillu nga ushqimi, nga një ajri mirë, nga një rekreacion për fëmijë, në asnjë kondit nuk e plotësojna dhe në fund themi mirë jemi, nuk jemi mirë. Zoj, faleminderit që na ke thirrë se e kena kalu minutat e emisionit e kam një telefonat që do të gjithësysh me marë, se I thash. Tema thelbësore do të ma shpesh, edhe do të më revoltu ma shumë, më sensibilizu ma shumë, edhe me bërë ndryshime ma shumë, gjitha të një. Po shpresoj që ndjek emisionin për ditë edhe e din që shumica temave që na I prekim janë sociale, edhe që gjithmonë ka mrena diçka për me u fol për gjana tilla, po tash ka njerë ose ma mirë me thona. Edhe është na ndrojna temën në ndërkohë. Po, a di ç'është puna? Edhe kena qef me bo pak me marr pak me sportivitet, se po, nuk është bashkë qysh po duket. Fion shpejt, direkt në pyetje se kena kalu. Nëse është hala me neve. Enisa? Jo, pas ka shku Enisa. Hajde që apo të me thonë ti përgjigja në Iknesës. Jo, për IPCO, deshta shpejt, për ju që jeni me pakot prima, merrni televizorët më të mirë, sepse oferta po vazhdon edhe gjatë marsit. I keni gjitha dyqanit IPCO-s në krejt Kosova për ma shumë informacione të ugut. Faleminderit gjithëve, mos harroni jemi bashkë edhe për një orë tjetër në pjesën e dytë të emisionit, kështu që edhe aty do të pranojmë përgjigje përmes SMS-it se çysh është një të ardhme në fëmijëve, kështu që na shkruani në numrin e njëjtë. Jo, mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Deri nesër, paqit plot shëndet.